kam përshtypjen që mund të kemi ose një fitore të Liverpoolit të tipit 2-3 apo 4-0, ose do kemi një ndeshje goxha të luftuar. Kështu që nuk është e ndarë me thikë që Liverpooli është me një këmbë në çerek finale. Enrico, para se të bësh komentin për Liverpoolin, parashikimet deri tani është Barcelona, po e nis që nga Barcelona japin natyrisht avantazhin më të madh, Interi po kështu. Këto tjerat i kemi Leverkusen 37, është në disavantazh. Ja, edhe ata mendoj kanë si ty. Po jo, po Liverpooli shpendim ekspertësh Esmeralda, nuk është shpendim që del nga zemra e një tifozi, se më vjen keq tani po flasim. Liverpooli 22 me 34, pra dhe po të shikosh është paka shumë e njëjta, ose më saktë, e njëjta gjë në të njëjtat kushte që mendoi para se të ndeshja. Pra, që Paris Saint-Germain nuk është favorit, Leverkusen nuk është favorit, megjithse duhet parë sepse Leverkusen në fakt avantazhoi shumë përballë Bayernit. Shumë interesante, vetëm se i kanë dhënë këtë parashikim Leverkusen i zbret në disavantazh të 3 golave dhe ka një përshindje shumë të ulët diferencë, po thua. Shikon, nëse ndeshja e parë do përfundonte në barazim, përqindjet do ishin ndryshe. Pra është rrjedhoje e rezultatit të ndeshjes parë edhe këto përqindjet e nxjerra, po. Kështu që fitoria 3-0 i jep mundësim Bayernit që të humbi deri në 2 gola diferencë. Prandaj përqindjet për fitoren e Leverkusenit janë të larta. Pra, në këtë raport flas. Ndërsa, për shembull, nëse kapim Interin apo Barcelonën, fitoret e respektive jashtë fushe dhe me 2 skuadra si Benfica dhe Feyenoordi, kur kthehen në fushën e tyre normalisht që përqindjen do kenë më të lartë. Është diferenca se në ekipet më të mëdha, pra diferenca të mes ekipeve. Ose e kuptoj pra do të thënë, nëse është në avantazh 3 gola Bayernit, tani qoftë edhe po luan në fushë kundërshtare, se në Gjermani po luan prap. Që ju e qilsoni tokën e Bayernit? Liverpooli me PSG-n, që është diferenca vetëm 1 gol, dhe ne pam performancën e Paris Saint-Germain që ishte shumë e mirë. Ndryshojnë fusha tani. Ndryshon komplet muzika. Pra i kanë dhënë shumë pikë thua avantazhit fush. E kanë marrë. Absolutisht. Edhe për më tepër duke parë Bayernin në tërësi. Po në Champions e për ekipet e mëdha ne them se s'ndikon shumë. Jo, ndikon jashtëzakonisht shumë. Sidomos Anfield është, do të thënë, Barcelona ndër Barcelonat më të mira të këtyre viteve të fundit, pasi kishte fituar 3-0 ndeshjen e parë, shkonte në Anfield për të ruajtur këtë rezultat. Si rasti konkret për shembull i Bayernit sot, ka fituar 3-0 ndeshjen e parë dhe shkon për të ruajtur këtë rezultat dhe pson 4. Supozojmë dhe shpresoj që mos të ndodhë, sepse Enrico nesër do na mungojnë nëse Leverkuseni kualifikohet, por Anfield është një nga fortesat, ose le të themi një ndër stadiumet më të vështira për të përballuar kur ti je futbollist kundërshtar dhe futesh në fushën e lojës. Nuk shumë për të çuditur Esmeralda, sepse po nuk është shumë për të çuditur, sepse një fitore minimale mund ta marrin ato skuadra. Atë që tregoi në ndeshjen e parë, i ka të gjitha kapacitetet për ta bërë. Domethënë, ka vetëm një disavantazh që përgjithsisht 2 ndeshje të mira nuk e nxjerr një ekip. Kjo mund të qëndrojë, nuk është reali. Nëse Parisi sot fiton, nuk është surprizë. Mund fitoj, po nuk i nxjerr 2 ndeshje shumë të mira. Nëse Parisi sot fiton, nuk është surprizë. Surprizë është që, le të themi, humbet Liverpooli brenda në fushën e saj në një ndeshje kur të parën e ka fituar ditën e Port. E kuptoj. Dhe rezultati e bën që ndeshja të jetë aq shumë e bukur, sepse nëse po themi herën e parë ti kishe dyzimet e tua që do doje ta ndiqje dhe Bayern Leverkusen sepse ishin thuajse të një niveli dhe me rezultat barabartë, sot e ke humbur interesin dhe të gjithë do shikojmë këtë ndeshje. Pra në 3 përballjet që UEFA ka vendosur në orën 21, natyrisht gjithë do të shikojmë Liverpool Paris Saint-Germain për faktin se është vërtet ndeshje e hapur, por unë realisht Esmeralda nuk do të çuditesha nga përqindjet. Nuk do të çuditesha as pak dhe nuk do të çuditesha edhe sikur Leverkuseni të fitonte apo të barazonte sot. Kështu që për mua përqindjet aty janë të drejta. Ashtu si tha dhe Lendo, diferencat mes atyre skuadrave janë të mëdha, po të shikosh pak në fakt ka dhe luan sot njëjmë 4 skuadrat e para çerek finaliste. Shohim pak edhe statistikat e deri tanishme. Këto janë të skuadrave të cilat në çerek finale janë kualifikuar më tej ose janë eliminuar në çerek finale dhe çuditërisht më i kualifikuari më tej pra për gjysmën finale apo finale dhe i kurorzuar 15 herë kampion është Reali me 17 dhe në anën tjetër ekipi që është eliminuar më së shumti në Champions League është Barcelona me 8, United, Benfica, po, ndjes. Nuk duke, ndjes e gjia, ndjes. Jo, unë desha të them një gjë, sepse është e dyta më e kualifikuar dhe e para më eliminuar. Nuk e pash.
ju keni drejtë sepse nuk e shikon, nëse i lexon ndryshe këto statistika, tregon që Bayerni është superfuqi për vetë faktin se nuk është eliminuar asnjëherë të paktën ose domethënë është eliminuar shumë pak. Ka shkuar gjithmonë në këtë fazë të Championship. Pra është skuadër e cila ka qenë aty në 1/4, është kualifikuar apo është eliminuar më pas për të shkuar në gjysmëfinale apo në finale është histori tjetër. Po deri në këtë fazë, po ta kapesh me shifra, Real Madridit është e para që është kualifikuar dhe më pas vjen Bayern Munichut, kështu që këto janë skuadrat që kanë bërë historinë. Dhe po ta mendosh Esmeralda 22 herë në çek finale. Nuk është Liverpooli, Milani. Jo, aty çuditesh dhe për shkak kam përshtypjen që duhet të jetë kam përshtypjen që duhet të jetë nga 92-93 që ka ndryshuar Championship, pra u bë nga Liga e Kampionëve u bë Champions League. Deri në vitin... Ose është ajo që ka bërë Enrico. Ose mund jetë statistikë. Shive pak kush është ndeshja me rezultatin më të thellë. Se kanë nxjerrë të parën. Po këtë e lexon? E lexon atë të parën apo jo?